një rishikim të plotë të bordit të transparencës dhe mënyrës se si përcaktohen të gjitha këto çmime? Bordi i transparencës për hir të vërtetës për mua nuk funksionon. Është një mjet për të realizuar për të shërbyer 3 apo 4 oligarkë që sot kanë monopolin e karburanteve në Shqipëri, e para. E dyta, ne kemi patur kohë sepse lufta e Rusisë me Ukrainën i ka dhënë efektet e saj sapo filloi ajo përplasje. Konflikti që ka ndodhur në lindjen e mesme ka patur kohë që përflitej, por ka diçka. Në strategjinë e një shteti, ka gjithmonë rezerva. Pra shteti ka disa rezerva të cilat i përdor në momente të jashtëzakonshme. Unë nuk them që ky është një moment i jashtëzakonshëm. Kjo që është sot në tregun shqiptar, pra në ekonominë shqiptare, kjo mund të ndërhyet vetëm duke bërë disa lehtësira fiskale të cilat i ka domosdoshme. Ka dhe një rregull në fjalë në ekonominë liberale apo në kapitalizëm, ku paraja e nëndheshme apo paraja jashtë sistemit të bankar ka momente ku shërben edhe si lubrifikant. Por ne kemi kthyer që paraja jashtë sistemit sot kontrollon tregun, kontrollon sistemin. Kjo është ajo që më shqetëson mua. Mua nuk më shqetëson, pra, do të ndjej dhimbje si qytetar kur ndodh një ngjarje kriminale. Por mua më shqetëson dhe më frikson kur shteti dhe krimi bëhen një. Sepse kur krimi fillon dhe kontrollon shtetin dhe pushtetin, kjo tregon me fjalë që politika është dorëzuar përballë krimit ose politika sot është e njësuar me krimin. Këto janë përtej asaj që ne kemi konceptuar apo kemi menduar që janë ngjarje apo fenomene që në çdo shoqëri ndodhin. Për sa i përket konfliktit, ai konflikt gjeopolitik i ka dhënë pasojat e tij pa diskutim. I takon një fjalë presidentit e Republikës të mbledh Këshillin e Sigurimit në mënyrë urgjente, por presidenti është kthyer në një punësuar i qeverisë. Ai ka frikë të flasë në qoftë se Rama nuk i jep miratimin. Kjo është një problem i madh institucional ku gjendet sot Shqipëria. Parlamenti shqiptar sot e ka të vështirë, pra dikush nga mazhoranca ka frikë të reagojë sepse e din mirë pasojat. Sepse i dim kush i ka dalë kundra zotit Rama, apo ka tenduar të dalë kundra brenda grupit parlamentar të tij, është përballë me pasoja. Ne di mirë, më thot një mik para disa ditësh, do marr pjesë në protestë, por nuk kam dëshirë të jem pjesë e medias, do të ruhem tha goxha, sepse të nesërmen thotë që do marr pjesë në protestë, unë do të kem tha kontrollat ke subjektin privat. Pra e kuptojmë ku kemi arrit, pse më shqetëson mua. Pjesëmarrja në protestë është një e drejtë dhe një liri themelore e qytetarit. Edhe po t'i rikthejmë përsëri pyetjes tuaj, i takon presidentit të Republikës, kryeministrit, që në rast të krizësh të tilla mbledh Këshillin e Sigurisë, po mund të vojë edhe një forum të gjerë ekonomik, ku ekspertë që kanë eksperjenca të jashtëzakonshme në Shqipëri mund të ofrojnë. Ka momente kur ne mos kemi qëllim parsor rritjen e GDP-s, por ne do të kemi për qëllim parsor mbajtjen edhe funksionimin e ekonomisë. Në qoftë se ti do ta mbysësh tregtarin shqiptar, sepse është e vërtetë fjalë që meqenëse se çmimi i naftës është rritur, ai akcizë do të paguajë më shumë, por kjo nuk është e ardhur reale. Sepse gjithë kjo ardhur do të vilet nga taksat tona, kur ne të shkojmë të furnizojmë makinën te karburanti, aty çfarë biznesi e paguan si akcizë në dogan, do na e marrë neve keshitje me pakicë. Ndaj unë po themi fjalë që ju takon të ndërhyjnë në mënyrë urgjente. Dhe të shikojmë fjalë që mos ta kenë qëllim dhe pikëllim parsor rritjen e ekonomisë me 3.8 apo me 4.8 dhe këto janë mashtrime. Sepse në qoftë se ne me fjalë nuk bëjmë një ristudim total të ekonomisë me prioritetet dhe mundësitë tona, ne kemi vështirë. Në qoftë se nuk rritet eksportet shqiptare, nuk do të ketë rritje të GDP-s. Nuk rritet GDP-ja duke u pastruar paraja. Sepse nesër ky lloj mekanizmi do të kthehet në një bumerang. Dhe ne të shikojmë diçka çfarë ka ndodhur në Kosovë. Kosova në drejtim është shumë lart nesh, para nesh. I ka dhënë një prioritet të jashtëzakonshëm prodhimit dhe industrisë së lehtë. Dhe Kosova është kthyer një eksportues në raport me vitet që ka si shtet i pambarur, jashtëzakonisht i fuqishëm po flas gjithmonë me resurset që ka Kosova. Kurse Shqipërinë ka beku Zoti. Dhe na kanë mallkuar këto
këto horro që janë sot në pushtet. Ndaj unë themi fjalë që qytetarët duhet ngrihen ta marrin zvarr këtë model politike, i cili mi fjalë për hir të vërtetës, jo që nuk është kthyer jo në pengesë, po është kthyer në një mjet dhune për të larguar qytetarët dhe shqiptarët nga Shqipëria, për të larguar nga të parë tonë, për të larguar nga shtëpia. Do të vinë një kohë mi fjalë që në Shqipëri do të ngeli një moshë 60 dhe sipër. Kjo është një fatkesi. Kjo një fatkesi njerëzore e organizuar nga dora kriminale e këtyre që sot drejtojnë Shqipërinë. Atëherë, Zustava, për të mbyllur, ne përmendëm shumë probleme pra të vendit tonë dhe pyetja që shtrohet tashmë është edhe mbas deklaratave politike të kryeministrit shqiptar Edi Rama për sa i përket integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. A është tashmë gati Shqipëria mbas gjithë këtyre problematikave që përmendën të integrohet në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër sa i përket këtyre çështjeve, çfarë do të kishte bërë ndryshe Partia Demokratike? Atëherë, që marrim me radhë, a është gati Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian? Unë i përkas prezit të studentëve dhe dhjetorët 90. E kemi patur ëndër dhe qëllim parsor që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Vend antar i NATO-s dhe Shqipëria dhe Kosova janë një. Shqipëria donë s'do në Rama i përket Europës. Jemi pjesë e zemrës e Europës. Jemi histori e zhvillimit e Europës. Kemi një emër të jashtëzakonshëm, të parë tonë kanë qenë fjalë, unë themi fjalë që kanë qenë, i ka mësuar Europën se si luftohet, siç ka mësuar italianët Europën se si ndërtohet. Dhe Shqipëria nuk ka destinacion tjetër, pavarësisht se zoti Rama, jo pak herë kur don t'i tërheqë vëmendjen Europës, sepse politikanët europianë e kanë kuptuar modelin e shtirur të Ramas, dhe i për t'i tërhequr vëmendjen në disa samite, takime, thot ka një shprehje, nuk është rruga e vetme Europa. Nuk është rrugën e shqiptarëve se nuk e përcakton Edi Rama, as Sali Berisha, as Osman Stafa. Rrugën e shqiptarëve ka përcaktuar fati ku ne kemi lindur, e ka përcaktuar një pjesë e Europës. Është jashtë çdo lloj logjike, është e panegociueshëm ky lloj opsioni, që rruga jonë ka vetëm një drejtim, në Europë. Ne kemi një aleancë strategjike me Amerikën. Jemi vend antar të NATO, sepse ne e dimi fjalë që shërbimin e jashtëzakonshëm që Amerika ka mbi 100 vjet që i ka bërë kombit shqiptar. Mirënjohja është një nga cilësitë më të vyra të individit, por edhe të një shoqërie. Pavarësisht se ne brenda vetës kemi harruar dhe e kemi humbur dhe sensin e mirënjohjes si shoqëri. Unë në disa bashkëbisedime me miqtë e mi apo dhe me gazetar, ne po kthehemi pak nga pak si puna ti pacientit që ka probleme me të mballën. Ku shkojmë ke dentisti, gjërën e parë pasi ai shikoj që dëmballa është e dëmtuar, ai na heq nervin apo vdes nervi. Unë kam frikë se kësaj shoqërie po i vdes nervi dhe kjo është shumë e frikshme. Kjo më dhemb jashtëzakonisht shumë. Ne kemi një mision, pra shoqëria ka një mision. Të edukoj klasën politike, kush do t'i shërbej qytetarëve për misionin dhe përgjegjësinë që ka marrë përsipër në të vazhdojë, kush në të kundërt hap krahun. Në Shqipëri ka njerëz të jashtëzakonshëm. Shqiptarët kanë shkëlqyer në gjithë botën. Dhe i rikthehemi pastaj problematikët e Partisë Demokratike. Unë pak më parë citova kush janë problematikat e Partisë Demokratike. Unë gjej rastin nëpërmjet medias tuaj të transmetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Opozita ka nevojë të ridimensionojë marrëdhëniet e saj me qytetarët. Tek qytetarët opozita ka ardhur momenti të ballafaqohet nëpërmjet një programi përballë kësaj krize. Një program emergjence, se si mund ta shpëtojmë këtë lloj situate ekonomike politike. Këtu nuk bëhet më fjalë për kapjen dhe rënien e demokracisë. Këtu bëhet fjalë për diçka përtej kësaj. Sepse sot për hir të vërtetës, duke patur një praktikë të tillë të qytetarëve shqiptarë ndaj Shqipërisë, këtu po shitet pra Shqipëria, është një ngjarje më e rëndë. Dhe nëpërmjet kësaj duke shpëtuar Shqipërinë, ne duke shpëtuar Shqipërinë dhe kombin shqiptar, ne kemi mundësi të shpëtojmë edhe një solucionet, kemi mundësi të shpëtojmë dhe Partinë Demokratike, kemi mundësi të shpëtojmë dhe pluralizmin dhe demokracinë. Në këtë pikë ka ardhur për hir të vërtetës shoqëria shqiptare. Sepse shiko çfarë ka ndodhur.